zot si pas kanë flokët. Gjithsesi, unë po bëj me kap. Se pasionin e madhe ka Gjeni me arbër. Ui, qa drita me kushme hyka aty. Fantastike fare. Do ikim në treg. Të katezja mrekulli. Ha? Po, më tez. Do ikim në treg të tre, do marrim trenin. Edhe po bëjmë pak make-up. Do me thëmë, nga më thjesht pak blash tani. Edhe vetë si do luj Ka buzë. përdor këtë triun që solla. Jam rregull, po. Të dua. Ka sjedhur disa make-up e Gjeni. Të dua. Një prej tyre është ky lapsi. Qa lapsi është Ejgje? Rimelon de cappuccino. Arbër. Tregoj. Përshëndetje njerëz të bukur. Arbër? Arbër? E di ti që njerëzit janë shumë kurioz të shohin ty. Por ti do rrish misteri më i madh në njerëzim. Po, Nice. moj teze. Nice, këtë ka sjell. Më ka sjell pastaj ti u tregoj pak. Këtë të Maybelline Fit Me, që kam përdorur tani këtu te kapuço. Njolla se puço nuk ha. Këtë Alfredo Glow. Se ti s'ke puçra. Të këtu. Ka sjell disa kështu nga këto lip balm të Carmex, këto e kërkova vetë me sinqerisht. Ua. Më ka sjell një liquid blush të Elfit. Ua. Edhe pse unë zakonisht përdor pluhur, po it's okay. Edhe pastaj tjetër? Këto. Këtë po skuqen kisha vetë pra soll. Po jo, këta e kam pas vetë të Kikos, edhe e përdor për shpesh. Të dua. And that's it. Kaq pips. Ju marrim me vete në vlog. Të dua birë tezës, që mami të zjasim make-up i buzëve, merr një thuj mamit, merr një setting powder, edhe bëj buzëve kështu. Kupton? Zjate që kokën se nuk del në kamerë. Po, jemi shumë dakord. E pastaj e moj tezë, e hej setting powder, po. Edhe kështu, dhe po deshi kalojmë një dozë të dytë, make-up i një round të dytë se dozë dhe në qoftë. Mami jot është e zëri, po do t'i gjejmë ca lapsa të tjerë. Tu se i kalon tezja tjera, jo po jo. 100% e sigurt. Te që ja bleu tezja në Shqipëri, që mami jot e mirë që e ka përdor tezja kur e bleu. Se mami jot e kanë drejtë mohabet. Ai shumë i ka përdorë sa I kam përdor. Por unë jam një person që do bua. nis njërin dhe duhet marroj gjithmonë Të dua. njërin. Wow, deshrej moj mam ti. Kjo tesja jote moj mam. Qysh dëshirë ashtu ti më i drejtjelli? E moj bi, më birë, ha. Ti do t'i blej tezja mami të sot? Ja pse më pëlqen kjo e Kikos. Do t'i blej në qika shu. Qka? Prefse... E kam të lutën prefsen, edhe aty pref. Kam prefse moj. Do t'i për prefin e herë. I prefa. Kam shakjell edhe këtë Gjeni, që më pëlqen më të shumë. Gaze. Maybelline. Shumë e mirë, provoje. Glaze që janë ka ju gaze. Anyway, pips. Këta. Wow! Shumë bukur. Shumë bukur. Qa po bën të lutem? Allora, do të regoj diçka, kur e përdor lip kombon jashtë, kështu kafsi që kemi përdor ne, përdor një kështu komi të zja, një mattify, kështu si imi, ka vraçi? Kjo lloj ngjyre dhe pastaj Sipër thjesht lip gloss, që të bjerim pa, jo të errët po brenda, këshill dhe po jo. nuk është i errët. Pa ashtu duket ose se ke bërë mirë kontur në buzë, se gjana i kemi buzë të vogla. Ja, për shembull përdor këtë, se këtë e ke ideale. Shef? Edhe lip glossin sipër. La. Morë vesh më tez do të mësoj të gjitha kësaj mami ta. Anyway, mua më duket vetëm shumë bukur. Hape? Super. A s'ke për bukur? Unë qik më bukur. Shumë bukur jam. Bravo Biri, edhe Ka mami. çoje. Mirë ke bërë, i soj e kemi bërë, është më i verdhi joti. Nuk është i verdhë si qela. Është nude. Shumë bukur e ke bërë. Bravo, jam shumë kënaqur për ty. Sa bukur del pas ime atë. Kush pësyra jote? Po. Ca pictures. Dhe shumë bëm treju njerëz. Vënum se kur jemi fëmijë të vogël, po nohesh. Qa vrapi ke bërë? O, zoti ma, mjetë tine s'kam kërkuaj, shumë as për t'lindër. Me karrot. Edhe ka dhe 3 më vonë, po o ishin fiksuar kafin. O ishin fiksuar merrnim këta që nisë tani ose gjera vdes. Gjithsesi, respectfully treni është me
Qes më nuk kam. Jam shumë krenar për në dy javë të gjitha. Gjulë me karrot, unë rria mrapa se loda. Qa prapë kam bërë në ti sa nga dalë. Gjulja me karrot, më të se mu, hajde. Ajë bërqeshtë, edhe me gjitha fillum dhe të këndonim. Këngën e Miley Cyrus, The Climb. The Climb, të Miley Cyrus. Se, këto aventura, këtë që së ndore të larin të logoja. Da vere. Do thoni ju ja dollët. Do themi ne që në këthim humë në trenin. Do të kjo gjë, mos u mërzisni, se ne nuk u mërzitëm, sepse motra ime shumë e mençur, u kujtua që kemi parë dikë që jeton një shoqen e kushurës tonë, që jeton në zonën ku jemi ne, edhe e morëm telefon, është akoma këtu me makinë. Ka gjithmonë zgjidhje, mos u dorëzoni asnjëherë. Përveç se jam shumë e lodhur. Përveç jam shumë e lodhur. Arbëri çuditërisht e gjeti më me. Po, orkestra shumë e bukur, jemi shumë të kënaqur. Sot e gjeti Teci, do Teci. Kështu që kur them Teci nuk kuptoj ta mbajmë krasës jetën akoma. Po nëse i paktën i blem gjëra që kishim ndërmend. Kush po kënaqet, ti e pa Arbëri. Blem gjërat që ashtu dhe normalisht do të shkojmë pak më vonë kur jemi në shtëpi. Hey goca, ne komplet harruam të regjistrojmë gjithë pjesën tjetër pastaj të ditës sepse na mori gjithë vorbulla e ditës, jo pazaret, jo ato gjërat. Unë nuk ktheva në shtëpi nga ora 5 e pak, tani po bëj darkën, po bëj bamje me mish. Arbi ka dhe patin e vetë edhe pak duhet vi dhe kur kthehet ai do i bëj dush që të haj darkë pastaj do flek gjumë. Edhe thash të bëj një haul me gjërat që kam bler unë. Pastaj besoj se Gjeni do të bëj një haul me gjërat që ka bler ajo. Kështu që bëjmë haulin. Atëherë unë treg vajta me ide shumë të qarta, e dia çfarë do merja shampo për vete, pastaj do kaloja nga DM-ja dhe do merja një krem për Arbërin sepse koha është ftohur shumë, ai ka fytyrën mjaft delikate dhe fragjoset. Kështu që edhe pediatra më sugjeroi ti përdor krem kur del sepse është shumë ftohtë. Edhe gjithashtu kisha lexuar, kisha kohë që doja të provoj një skincare të re sepse sado po përdor dhe Inkilist. Në gjendje mirë, po thash kam nevojë për ndryshim, sikur lëkura ime ka nevojshme për ndryshim. Kam filluar të ha goxha butalliqe edhe thash, Julia, ndërhyr. Kështu që atë kisha lexuar pak çfarë mund gjej dhe lexova që skincare jo koreane, japoneze është goxha e mirë dhe e nënvlerësuar. Thash kush jam mund të nënvlerësoj një skincare me duke parë si e kanë lëkurën ata japonezët. Edhe kam filluar të do përdor atë. Voilà! Mes amis, amici cari, amiche, scaltro. Mora fazoletta, facciamo. Gjithsesi. Do shkosh edhe do marrësh disa gjëra më tepër, dhe këto janë shumë të buta, sidomos edhe për Arbën. Paçka se unë aty përdor letra të lakta, të shumë llojshme, por kam marrë këto nga Baby Love, që kanë nëpër çanta. Kisha një byr të hipit, i mbarova dhe këto, i kam nëpër çantë, i mbaj në çantë. Kisha këtë të kikës, por ky ka aromë dhe s'është të pëlqen shumë, kështu që mora këto që janë pa parfum, pa aromë. Atë këto janë shampot e mia. Kush na ndjek tashmë e di shumë mirë që unë për flokët përdor retinol kompleks që kur fillon të më binin në muajin e tretë, diçka të tillë të shtatzanisë dhe gjendem shumë mirë. Ju betohem. Kështu që bëra stok, mora 2 copë. Kjo është me acid hyaluronik edhe me keratin, ndërsa kjo është me bava di lumaca që supozohet të jetë ajo e kormillit, edhe kolagen me tërshër. Janë shumë të mira. Pastaj mora një krem duarsh për mini size ta kem në çantë. Kremi Arbërit, nga gjithë kërkimet që unë bëra, ishin disa, ishte një i La Saponeria, Mustela, një tjetër, edhe unë tash do marr edhe kryesori ishte ky i Veledës. Veleda, lexoni si të doni, është me kalendula. Voilà, unë se kam hapur akoma, ti s'kam tuar tjetën. Kështu që hapim bashk. Si pres t'ja përdor sepse është frajgjosur pak këtu. Unë për vete kam marrë. Atëherë, unë nuk përdor shumë, përdor thjesht serum në mëngjes vitamin C zakonisht, një hidratues, edhe pastaj një hidratues në darkë edhe poshtë syve. Për mëngjes vitamin C kam marrë këtë. Marka është Revox.
Revox është japoneze. Kam marrë këtë vitamina antioksidant, serum, vitamina C20%. Është këtu. Është për lëkurën kam marrë, ishin 3 lloje nga kjo, me Jane bashkë vendosëm të marrim këtë që ka probiotici, 2 hyaluronik acide hyaluronik dhe vitaminë C tjetër që është për të dhënë pak tonalitet fytyrës, pak më gjallëri, sepse God knows we need it. E kemi të nevojshme. Mbasi ti mbaroj, do ju them si më duken, nëse ja vlen apo jo. Ma ka dhënë dhe Gjeni si detyrë apo gjë. Pastaj një gjë tjetër, një markë që aty si ishte i gjithë linja, se unë nëse do kisha marrë këtë Revoxin, do kisha marrë këtë tjetër që është Bioven Barcelona, është spanjolle, por mora këtë për syt, për syt të lodhur, këtu sepse ai tjetri që është kundër plakes e rrulla gjëra të tilla kishte retinole o një formë retinoide që unë s'mund të përdor sepse ushqej arbër me qumësh, kështu që mora këtë, është safe nga produktet. Edhe të shohim si do na ndryshoj syt. Inshallah për mirë. Gjithatë, nuk është se unë kam shumë problem, po hec më thash me që jam. Edhe mora këtë markën këtu, green nga Mariono, është një mask. Këtë mora në tregti me sinqeret aty ku mora shampot. Është një mask me argilla bianca, white clay, balt të bardhë. Kështu që supozohet të jetë mirë, unë mora €1, ka qenë 17,90. Fantastike fare. Kjo është për sa i përket skincare-it tim. Shoh çka kam marrë tjetër. Mora 2 sheg. Mora sheg edhe deshidera. Hurma. Unë nuk e di ju, po unë vdes për hurma, unë mund të ha hurma. Nuk e di 10 copë në ditë mos të lodha. Nuk më bëjnë mirë, kështu që mundohem të kontrolloj vetëm për një ditë e ha dhe jam shumë timate, shumë e lumtur që ja decisioni. Fun fact, bjërimi ha, ja kam provuar arbër. I ha dhe jam shumë e lumtur sepse pak të mund të jam të 3 si familje. Edhe po, kështu që këto ishin blerjet e mia, kam gjë tjetër. Ha. Si kam bleu unë, po Gjeni bleu arbërit këtë. Sepse djalim nuk është se mjafton të piano që ka aty që ja kam treguar te video paraparake, që i keni snobuar komplet. Nise. Po këtu bën. Nise. Ha, pusha tani se e morën vesh. Edhe kaq, këto janë blerjet e mia. Shihni blerjet e Gjeni tani. Zotë bukra, këto janë atletet që bleva sot. Më pëlqen shumë sa i pas që provova, ishe numërim. Super. U ktheva nga arbëri bëri dhe thash unë e mora si aprovim këtë gjë. Bleva një parfum të Diorit, gjithashtu, po se kam tu që t'ju ja tregoj, pastaj bleva këtë për flokët, të DM-ja, se ishim dhe të DM-ja, normalisht, të mora me Argan Oil of Morocco. Për çdo lloj flokë, thot, për të rikthyer shkëlqimin, butësinë, edhe duke bërë më të fortë. Mora këtë për flokët. Mora këtë të Kikës për një dhuratë. Tanto e di që nuk më shohim vloj këtë. Mora këtë për dhuratë ato buzëkuqet e reja që i hapen kështu lartë, s'di si t'ua shpjegoj. S'du ta hap se duhet të ta paketoj si dhuratë. Të Biovenit për syt. Pisëm poshtë syve. Po një tjetër për flokët, për skalpin do me thënë, për t'i dhënë volum edhe shkëlqim me keratin vegetale. Edhe këtë e mora të DM-ja. Dhe gjëja e fundit, mora këtë nga... Nuk e di kush jeton në Itali, është një dyqan që është Marionët, që shet produkte për lëkurë të mira. Dhe unë mora me €1 nga 17,90, është mask për lëkurë. Se ishin me ullje, me balt të bardhë. Kush ka lëkurën e ndryshme, me akne, të ndjeshme, zakonisht maska që këshillojnë janë ato me balt, kështu që do provoj këtë, se mu duket gja ullje. 16 pound, 90. Kaq, këtë gjëra. I mora dhe një lodër arbërit që nuk e kam këtu sepse e ka arbërit shtëpi normalisht, nga ato që bën zhurmë kafshës. Kaq, këto ishin gjërat që blem ne. Ishte një ditë e gjatë, e bukur. Më kishte munguar. Ishte super. Edhe pastaj dita që një diell absolut, se kur nisa mëngjes nga që dola herë thashë po do i kemi ftohtë, por që një diell më pëlqeu shumë.
E pastaj isha takova pak kushurin që kam këtu afër, hallën e kështu gjërat. Edhe kjo ishte dita ime, një tjetër ditë super, çek, që për të cilin më kishte marrë malli. Përshëndetje, sot është premte një ditë tjetër e ime në Itali, po mbarojnë ditët dhe 3 për nga ngelur. Gjithsesi sot jam zgjuar pak më vonë se zakonisht. Jeta mirë, jeta kënaqur, është prodhur, se këto ditë kanë qenë gjithmonë jam zgjuar herët, dhe gjithmonë duke lëvizur. U mora pak me punët e shtëpisë, me muzikë, Roni bënte gjërat e veta dhe kompjuteri, me hynte dilte, fix like the old good times. Edhe fola dhe normalizën në telefon me Gjeni, Arbri. Dhe duke qenë se vajti oraj direktës, ai tani u zgjua dhe më tha Gjulja dhe dalim bërë një gjiro, sepse sot është prodhet edhe një qik ai, dalin qik jashtë, marrin një qik ajër të pastër. Edhe në mbas dite, me siguri do dalë me Gjulja me Ronaldo në pimë ndonjë gjë. Se është akoma, si që më të vini vërejt, kohë e mirë shumë. Në mëngjes, duke ta që ftohtë sa thënë. Këto ditët e para kam të po, erdha prapë në dimër, se po shpresoj shumë kisha gjeja kohë të mirë. Por që zoti aty direkt nga ora 10, sikur i heq rreth edhe ftohtin me dorë. Ne jam shumë e lumtur për këtë gjë. Sepse ishim marrë malli për çik. Gjeni, kot nuk thon mos fol para kohës, apo ja thoj edhe shoqës ngushtë, edhe kushërinëve që takova mbra. Kur nuk do mendoja që unë do isha nga ato që kam marrë malli për Italinë apo kam marrë malli për çik diell, por i kam thënë të dyja. Mos fol para kohës. Por siç e kam thënë, më mungon dielli kur është top. Domethënë kjo për mua është kohë ideale, vish me diçka të lehtë. Dhe Italia po më kishte marrë malli për njerëzit, për kaosin, për rrëmujën, pa pastërtinë që ka se krahasim me Anglinë, këtë gjë duhet ta them që Anglia është pak më e pastër se që është Italia. U takuam dhe si për herë, sa herë që takohemi Arbi nuk ri me mua. Nuk pash një dje që thoshte, gjoftë shif në 2 motra në supermarket dhe njëra nga ato kanë fëmijë në krah, dijeni që fëmia nuk është i saj. E vërtetë është, sepse unë kur dal me njerëz, qoftë me prindërit e mi, u rrit strita, apo edhe me Ronaldon apo me Gjenin, se mbaj ndonjëherë Arbrin, apo edhe kur ishin këtu për shembull kushërijuarit e Arbrit me ana e babit, domethënë besa të burrit tim, edhe pse ishte i vogël Arbri se mbajon. Është vërtet ajo që të thënë. Gjithsesi ç'kemi, si më përshëndetu tek vlogu akoma, unë jam Gjulja. Po, ju përshëndet. E kemi hap vlogun pjesën e dytë ku bëjmë make-upin. Kjo është akoma te pjesa e dytë, thashë se ishte te pjesa e tretë. No, jemi akoma te pjesa e dytë. E ke ndjes? Pjesa e tretë kemi ditët e fundit. E ke ndjes? Gjithsesi ty e tregoj pak ngjyrë të vjeshtës. Mami, po bën vlog ty. Më të zë. Mbase nuk duken, po janë të verdha. Çfarë po bien. Nuk e di pse nuk duken, por gjithsesi shumë të lezetshme. Jo babi ishte punë më tepër. Jam. Unë pata mëngjesin, hangër mëngjes me familjen time. Ishim mbledh aty tek bari ku zakonisht ham mëngjes. Ishte shumë okay. Shumë bukur, shumë. E kalon mirë. Është ngrohtë. Domethënë kur dolëm si për herë, ishte freskë, po tani u vap. Unë do shkoj në shtëpi, se vleva 1-2 gjëra. Për shembull takipërina, buskopena, këto gjëra që ti kem në Angli. Se mua me qëtësojnë këtu kështu, jo përderisa funksionojnë dhe këtu t'i japin pa ashtu doktori, i mora t'i kem. Edhe do bëhem gati se do iki të Gjulja, do kaloj të ditën ajo dhe për të ajo, dhe pastaj jemi ftuar për darka t'i, kështu që do ndihmoj të makaptimin. Këtu më mbyllet kjo pjesa e dytë e këtij vlog, që jemi në pjesën e tretë. Nëse se keni kuptuar, i kam ndarë në çdo 3 ditë. 3 vlogit çdo 3 ditë. Si jemi mos jam bisni.